Zues më me ide, tani unë e shoh të lodhur edhe arrogant nga pushteti, mendoj që ka qenë një mesazh që duhet patur parasysh sepse bashkimi, gjuha e përbashkimit dhe gjuha e energjisë pozitive është shumë më shumë frutdhënëse se sa të gjesh armikun qoftë brenda radhëve, qoftë në drejtësi, qoftë dhe ke armik kundërshtari politik. Mendoj që kjo i mungon shqiptarëve, por liderët politik kanë tjetër vizion. Mendoj që vërtet Andisi ka pas kurajo, po e them kështu jargon, ka qenë vërtet një çunë tirane që edhe sikur mos ishte në parlament, edhe sikur mos ishte në parlament, nuk ka qenë i kompleksuar siç janë treqereku i parlamentarëve shqiptar sot, të cilët e kanë jetikën të qenë në parlament, edhe e kanë si një përfitim personal dhe jo si një vokacion ndaj ideve që kanë personalisht, pastaj të njerëzve që përfaqësojnë. E vërtetë është. Megjithatë, çfarë vizioni ka Rama sot për temi grupin e ardhshëm parlamentar dhe cilat janë arsyet cilat ndikojnë tek ai në mënyrën se si ai po tenton të përzgjedh deputetët e ardhshëm socialist. Dje, gjatë fundjavës, por edhe sot, ai ka përmbyllur një seri me takime përpara datës 12 mars kur do të deklarohet e lista e kandidatëve. Ndjekim kronikën e gazetarëve tanë. I bindur se përpara shqiptarëve duhet të shkohet me partinë më të vjetër në eksperiencë dhe më të re në energji, Edi Rama i mbylli dyert ankesave të socialistëve të vjetër, të cilët duhet të zgjidhin nëse betejën e tyre do e bëjnë në listë të hapur, apo do të heqin dorë nga karrikja e deputetit. Asnjë deputet në gjininë mashkullore që ka marrë qoftë një mandat nga Partia Socialiste nuk do jetë në listën e mbyllur. Është e drejta e kujdo që për arsye të ndryshme nuk dëshiron të jetë në listën e hapur, që ta thot. Po duhet na thot përpara që të mos jetë në listë dhe pastaj thotë po unë shkoj po. Komenti lidhej me disa shqetësime a kritika nga veteranët e Selis Ros, të cilët ende pas disa dekadash e shohin veten në linjën e parë të betejës në listat e hapura. Pikërisht pse këta janë më të rinj dhe më të reja dhe ftohen ose përfshihen për t'i dhënë për t'i bërë një transfuzion të fuqishëm gjaku Partisë Socialiste dhe për t'a bërë partinë më të vjetër dhe më të re. Të tjerët, pikërisht pse kanë qenë aty, duhet jenë në fushë. Për të marrë sa më shumë vota. Rregull nga i cili nuk përjashton as veten, edhe pse thotë se ende nuk e ka vendosur, Rama hedhi dene të mosqenit në listën e kandidatëve, pasi siç thotë ai është deputeti të gjithëve. Nuk e kam akoma të marrë plotësisht se mund dhe mos janë fare në listë. Nuk e qenë deputet i të gjithëve. Kjo deklaratë e Ramës do duke e çuditshme nëse i referohemi rregullave normale politike, kur kreu i mazhorancës dhe ai i opozitës duhet të jenë deputet në kuvent. Shqipëria në vitet 2005-2017 ka kaluar një periudhë anormaliteti, kur fillimisht Edi Rama e më pas Lulzim Basha nuk ishin pjesë e kuventit. Por kjo deklaratë e Ramës tingëllon më shumë si një paralajmërim për të gjithë, por më shumë një kërcënim ndaj të vetëve, se nëse nuk punojnë për fitoren e vështirë të mandatit të katërt, ai nuk do të jetë më pjesë e politikës aktive. Por ky nuk ishte paralajmërimi i fundit i Ramës të hënën paradite. Ai kërkoi që krerët e qarqeve të trajtojnë kandidatët në listat e hapura, të gjithë njësoj. Drejtuesit politik duhet garantojnë që të gjithë deputetët dhe deputetet që janë në garë të kenë një hapësirë të barabartë. Duke u ndalur dhe tek listat e kundërshtarëve politik, Rama tregon dhe arsye se pse në 11 maj qytetarët duhet t'i japin dhe një tjetër mandat socialistëve. Njëri është konteksti i marrëdhënieve tona me Bashkimin Evropian dhe i marrëdhënieve të Bashkimit Evropian me Shqipërinë dhe me Ballkanin Perëndimor, dhe tjetri është konteksti i antarësimit ose i antarësisë sonë në Aleancën Euro-Atlantike. Këto ishin disa nga mesazhet e kryeministit Ramës dhe kryetarit të Partisë Socialiste, kryetarit të mazhorancës. Frok, mesazhet forta do thonë që vinin pas një fundjavë gjatë, themi një ritriti gjatë ku edhe tek për tek, po edhe në grupa i ka folur me drejtuesit politik, edhe lokale, edhe të qarqeve, edhe ata qendror. Sigurisht thelbi është lista që do të zyrtarizohet në 12 mars e kandidatëve dhe natyrisht nëse kjo listë
temi siguron fitoren, e cila sigurisht nga sondazhet duket e mundshme, po duket që do jetë një fitore jo e lehtë. Shikoj se ka një lidhje me atë që filluat me Andisin dhe figura e deputetit. E ndër të tjera, ju thatë me shumë të drejtë, sigurisht që mungon. Andisi mungon në parlament, mungon si deputet e tjera. Mungon një format i tillë, kupton, një format i tillë. Unë mendoj se nuk mungon. Nuk mungon, se po të mungonte, do ta kishte parlamenti. Do me thënë, duhet jem pak kontroversal, jo me mod, po për arsye se kësa historie, kjo është historia jonë e tërë. Dhe po që sa i parlament, ose kjo Shqipëri, do kishte nevojë për njerëz si Andisi, i cili ishte i përkryer. Jo, unë ata që nuk ishte perfekt, se nuk kemi asnjë nga ne perfekt. Por ka qenë nga ata që kishte guximin dhe ndërmerte një veprim caktuar, edhe nëse më pasi rezultonte gabim, po mjafton bënte diçka që ai e ndjente drejt. Vetmi defekt që kishte Andisi ishte se nuk bënte për deputet. I vetmi defekt që kishte. Do me thënë... Se si duhet jetë deputeti sipas teje, Fro? Duhet jetë deputeti i shekullit 21 në Shqipëri edhe në botë. Ne, po e shikoni se si janë deputetët, po shiko sekretari i shtetit i Shtetit Bashkuar të Amerikës, Marco Rubio, para ca ditësh ishte pro-Ukrainë, sot është kundër Ukrainë. Kjo duket normale? Po, padyshim që është normale, në kuptimin se këtu jetojmë. Kjo është globi ynë. Dhe nëse do shkosh vërtet, nëse do dosh, pse si jemi deputet? Praktikisht pse s'kam qenë kur deputet? Se s'kam, jo se më mungojnë kontributet, një 1000 herë më shumë se sa. Po për arsye se nuk vleja, nuk kam vlejtur. Që në kohën e Verhoxhës isha... Nuk vleja apo nuk të duan? Po nuk vleja për ata, se vlej për mua. Te po flasim atë, nëse flasim për politikën si arti për pajësimit, është një gjë, nëse flasim si akti përfitimit është gjë tjetër pastaj. Shiko, puna si deputet është kjo. Ka këtë menu. Do më ndëshkosh, do vjesh në radhë, mundësisht të thuash në gjithë menqër kur lejohet. Që ta kuptojmë, që ti ta hape para, e keme thoi sa deklaratën. Jo, po për këtë që është vërtet për të cëndruar në radhë. Atere, më falë se të shkojmë të ideja që për cilin po thoni ju dhe për cilin po diskutoni. Kemi të bëjmë me dy palë në këtë rast, do më thëmë, po ta marrim dhe pjesën kundërshtar të Partisë Socialiste. Ata do flasim dhe për ata. Është njëra palë që nuk ka asgjë. Për madhështorët, do flasim dhe për madhështorët. Edhe mbledh fundrina, do më të pjesën e mbetur. Ato thonë që janë madhështorët. Edhe është kjo pjesa që ka gjithë shka në dorë. Edi Rama ka gjithë shka. Zgjedh, i leminjan, i merë, i edukon, e tjere tjere. Dhe kjo është një pasurie cila i ka ardhur Partisë Socialiste në gjithë këto vite, edhe për shkak të fitoreve mbi kundërshtarin. Por edhe për shkak të këtij vendi që kemi sot më të pikturuar, më pranë Europës, më pranë civilizimit, e tjere tjere. A është mirë për një deputet që është me kontribute, është me disa vite në parlament e tjerë. Shiko, duket sikur jam i ashpër shumë. Unë kam Petron këtu, të cilin e shqmoj, e kam njohur në ato kohë mërësisht të vështira. Edhe unë atë kohë e kam njohur. Është gjëna, është mëkat. Se dje kam qenë në Vlorë dhe me të vërtetën. Unë kam qenë atje, Petro ka qenë tjerë. Ju keni qenë atje, unë kam qenë të ura me folit në 9 mars, dhe kalojnë vitet gjërat. Më të ndoshta dhe harrohen, po ky zotëria këtu unë e kam njohur me kokë të ruetur, të qetur tull, pasi ishte liruar nga arrestimi në mars të shtatës. Kur ishte i pa liruar akoma, ishim thuajse të dy batë. Atëherë kam njohur unë. Tashi, ti thuash Petros, shiko, ti tani do dalësh në listë hapur, do të hetë në listë hapur. Se ndërkohë ca goca të reja dhe ca çuna të ri do t'i fuzën sigur, sepse këto mendoj unë që janë armë e PS-s. Mua kjo më duke s'paku tem për ta diskutuar. Është sentimentale, Sokol, është sentimentale. Më beso që është pak sentimentale. Do me thënë, po, më falë që po të ngasmoj në kuptimin më të drejt për drejt. Do të ngasmoj ide. Është një sentimentalizëm që ky që ka bërë kaq shumë, ky që ka... I bëri ata dhe i hodhin në lumë, iku. Në kuptimin jo në lumë, po i hodhin në tërë atë zallamahinë që quhet politik, ose që quhet parlament, e tjere, e tjere. Dhe ne nuk kemi deputet, jo vetëm ne, por globalisht nuk kemi deputet të cilët dikur konsideroheshin si ikona të një gjëje shumë madhe. Ne s'kemi Kissinger në parlament, ne s'kemi Indro Montanelli nuk e kemi në parlament, se nuk i duan, nuk i pranojmë, edhe nuk i kemi.
Tani, se cili për atyre, është fati keq i tyre, se cili është i barabartë, Pedro Koqi, i cili ka sakrifikuar eshtrat e tij, është i barabartë me një tjetër që sa po ka ardhur, është një kontratë që duhet pranuar. Është një kontratë që duhet pranuar. Nuk e di, Pedro, me që ti e nga të paktët që ke thënë diçka në publik apo jo për këtë çështje, mos temi vetëm, nuk kam dëgjuar. Unë kam folur me shumë deputet tjerë, temi në thojza që mund të quhen veteranë, cilët janë të shqetësuar për mënyrën se si temi po përzidhet kjo listë. Sigurisht keni përballë një Parti Demokratike që e cila megjithatë në ditën e vet jo më të ndriçuar të historisë, jo më madhështore, pavarësisht ato doktori, i organizohet ca primare, cila sigurisht doktori do t'i marrë, do t'i hedhin plera patjetër, por e bëri si proces. Ndërkohë, tek ju kjo gjë nuk ndodh. Përkundër, si tek ju ndodh kjo gjëja tjetër që se kjo është për të vënë duart kokë mu, se kur ti ke një karrierë 30 vjeçare në një profesion, presupozohet që ti të punosh i çik më pak dhe në thojza të përfitosh pak më shumë. Kurse juve tani i merrni dhe ju hedhin në zjarr, edhe kundër njëri tjetrit, ndërkohë ca shumë ca goca të reja, që mund të jenë ata, por që nuk provojnë dot, se vendosen direkt në listë, marrin dhe ju vështrorin nga tribuna. Unë mendoj kështu njerë që